Protesta e sotme e thirrur nga Sali Berisha nuk ishte thjesht një tubim i radhës opozitar. Ajo pati një frym tjetër. Së paku u përpoq për një frym të re, më të zgjeruar, më simbolike, me një përpjekje të dukshme për të dalë përtej kornizës klasike partijake. Mes pankartave, thirrjeve dhe retorikës së ashpër kundër qeverisë së Edi Ramës, dy prani tërhoqën veçanërisht vëmendjen: Juri Databaku dhe Ermal Hasimja. Berisha vjoi me tonin e tij karakteristik, të drejtpërdrejtë sfidues dhe mobilizues. Por këtë herë narrativa nuk u mbështet vetëm mbi strukturat tradicionale të opozitës. Praneri figurave që nuk identifikohen tipikisht si pjesa e aparatit partijak krijojnë një ndjesi zgjerime të frontit. Dalja e Tabakut në këtë protestë shënon një moment simbolik. Për herë të parë, ajo u rreshtua publikisht në një tubim të organizuar nga Berisha, duke i dhënë protestës një dimension më qytetar. Mesazhi i saj, më i përmbajtur dhe me tekste përgjegjësia institucionale, synonte të fliste jo vetëm për militantët, por edhe për qytetarët pavendosur. Prania e saj u perceptua si përpjekje për të ndërtuar një urë mes politikës tradicionale dhe një publiku më kritik, që kërkon argument, jo vetëm emocion. Akoma më domethënëse ishte dalja në podium e Ermal Hasimës. I njohur për vitesh si analist dhe zë kritik në debatet publike, pjesëmarrja e tij në një protestë të drejtë politike përbën një hap të ri. Fjalimi i tij solli një ton më racional dhe më konceptual. Kjo krijoi kontrast me energjinë emocionale të turmës, por njëkohësisht e pasuroi atë. Të mos harrojmë edhe përpjekjet e Hasimës për bashkimin e opozitës. Ndaj dalja e tij u interpretua si një sinjal për përfshirjen e elitave intelektuale në aksionin politik, duke e bërë protestën të duket më shumë si një platformë gjërë opozitare sesa një mobilizim i ngushtë partijak. Kjo lëvizje e re e të dyja figurave mbase vjen edhe për sa i përket pikërisht simbolit që mbart data 20 shkurt. Për Berishën, afrimi i figurave si Tabaku dhe Hasimja është një mesazh strategjik, zgjerim, riformatim dhe përpjekje për të krijuar perceptimin e një lëvizje më gjithëpërfshirëse. Kjo lëvizje synon të thyejë idenë e izolimit dhe të ndërtojë një imazh më plural. Në fund, protesta e sotme nuk do të mbahet mend vetëm për numrat apo thirrjet, apo se sa Molotov u hodh kundra kryeministrisë, policëve dhe kuvendit, por për sinjalet që dha. Një përpjekje për të bashkuar zëra të ndryshëm në një akuz të përbashkët. Madje shumica nuk mbajnë mend as fjalimin e Berishës, por vetëm faktin se Hasimja dhe Tabaku dolën për fjalimet e tyre. Mbetet për të parë nëse ky është fillimi i një kapitulli të ri politik apo thjesht një moment i fortë simbolik në një betejë që me sa duket do të vijojë edhe në protestat e ardhshme.